Bamirësia e banorëve të Bordicës po i ndërton kësaj familje me 3 fëmijë të mitur dhe nënën e tyre një banesë, pasi fatkeqësisht një vit më parë fëmijët mbetën jetim pas ndarjes së parakohshme nga jeta të babait të tyre. Duke qenë në kushte të vështira ekonomike dhe banesa që kishin ishte thuajse e pabanuar, banorët e zonës dhuruan secili diçka, duke mundësuar ndërtimin e një banese për këtë familje. Por ndërtimi ka mbetur në mes, pasi Bashkia e Shkodrës ka gjobitur nënën e fëmijëve dhe ka raportuar rastin në policinë e Shkodrës për ndërtim pa leje. Ky veprim ka indignuar banorët, të cilët i kërkojnë që edhe Bashkia të japë ndihmën e saj në sistemimin e kësaj familje dhe jo të bllokojë punimet apo të procedojë nënën me 3 fëmijë jetim. Prandaj ne komplet si fshat, jo si familje, jo si këshill, po komplet si zonë që kena kontribu për me ndërtukja shtëpi, kërkojmë nga shteti, nga bashkia, kushdo tjetër që e merr iniciativë për me na lu punimet e kësaj shtëpie, të vinë të na procedojnë ne komplet si katon. Kja është çështje bamirësie. Nuk është çështje biznesit e njëna tjetër, si janë dubo pa fund. Po të kontribuojnë edhe bashkia. Duin brika dën na jena dëshmitari tu, disa gjëra. Edhe leksi i kena mbledh, i kena me firma, me çdo gjë që kanë qenë njerëzit. Se me procedu këtë i bjen me Cinnburg. Me Cinnburg i bjen me lënë 3 jetima. Me lënë 3 jetima në rrugmalle për zotën është. S'pa marrë mendja si fshat, si mund të lejoj me më këtë gjë të tillë. Sho se është i gjobë dhe gjobën, që kena me bëjë, do të dalu me ndalë, me vu. Sa kaq nga Bashkia e Shkodrës, bërë me dije se për rastin e fjalë, po shikohen mundësitë për të krijuar lehtësira procedurale.